Çmimet e kripura shpesh krijojnë problematika afatgjata në sektorin e turizmit. Çmimin duhet ta vendosë mundësia e tregut dhe vazhdimësia, e ndërsa rendit disa faktorë që mund të sjellin rritje të çmimit në sezonin turistik. Sherif Durmishaj, administratori i qendrës së peshkimit në Radhim, nënvizon mungesën e krahut të punës në vend dhe që bizneset detyrohen t'i marrin nga jashtë vendit. Megjithatë, ai thotë se duhet një ekuilibër i qëndrueshëm në çmime, të cilat duhet që të rriten në bazë të inflacionit. Faturë kripur jashtë normale krijon ekuilibrim për të gjithë zonën. Edhe në këtë aspekt na lindet drejta morale të themi ore, dale, pse ky çmim? Sepse duhet të ketë një argument çmimi. Por edhe nga ana tjetër s'mund ta vendos klienti. Çmimin do ta vendos mundësia e tregut dhe tjetra edhe vazhdimësia. Se unë njëri herë dëgjojmë përse po shumë shtrenjtë. Por një biznes ka nevojë për atë shpenzim, se ndryshe nuk vazhdon dot punën. Janë rritur çmimet si në aspektin e krau punës që mungon. Nëse deri dia dhe ne na lind një kosto tjetër, duke shpenzuar për kraun e punës në pjesën e punëtorëve tuaj dhe kjo i rriten kostot biznesit. Tani, edhe në logjikën e gjës është që biznesi s'mund të jetë ajo lopa që jep edhe në fund fare s'marr as për vete. Por njëkohësisht nuk mund të jetë ai biznes që për një vit të shlyejë investimet që ka bërë. Duhet të jetë një ekuilibër i qëndrueshëm në çmime. Dhe çmimet duhet të rriten në bazë të inflacionit, jo çmimet se kaj dua unë këtë vit se unë jam zogu më i bukur në botë. Nuk mund të jetë ky sistem logjik i dikujt apo i shumë kujt. Durmishaj thekson se rritja e çmimit duhet të jetë në një trend të pranueshëm dhe të mos abuzohet, duke i trefishuar në muajin gusht dhe mbajtur po të larta edhe në muajt e tjerë. Ne kemi pasur rritjen e çmimit një trend të pranueshëm. Edhe këtë e flet puna vet. Ne do të punojmë me fashot në aspektin e çmimeve, që do të thotë do të punojmë me fashot por të jetë me rritje përqindjesh, jo me rritje 2 fishimesh apo 3 fishimesh. Nuk mund të jetë gushti 3 fisht në çmim. Dhe ne do të marrim shembull nga vendet e rajonit, që dinë shumë mirë të ekuilibrojnë gjërat. Nëse gushti është X lek, në shtator ti do të zbresësh me 30%. Në tetor do të zbresësh akoma edhe një 10% apo 15% tjetër do ngelet efekti çmimit do jetë diferenca nga gushti në tetor do të jetë minimalisht me 45%. Jo 300% çmimi diferencë, sepse ekuilibrohet dhe mendimi edhe njerëzit janë të prirur të dëgjojnë çmimin më të lartë edhe ta bëjnë shembull. Edhe ky ekuilibrim që mund të krijojmë neve nga maj, qershori, korriku, gushti, shtatori, tetori, do krijojë një problem shumë të thellë. Duhet të rriten në raport përqindjesh, jo në raport ekuilibrimi shumë përqindjesh, 3 fish apo 4 fish. Durmishaj konfirmon se edhe nga informacionet apo komentet e pushuesve vendaze të huaj, këtë vit ka patur një trend në rritje të çmimeve. Ka ndodhur, fatkeqësisht ka ndodhur. Keni dhe nga opinionet që keni marrë këtu? Po, edhe nga opinionet edhe në situatën e të përditshme që kemi frekuentuar vende të caktuara, por nuk mund të jenë ato çmime. Nuk mund të ketë një ekuilibrim çmimit 3 fish apo 4 fish. Gushti, me se tani unë gushti s'keku vete ti dhe do vish se unë se s'bën. Nuk mund të jetë kjo. Sepse të kthehet një efekt bumerang. Por a ka patur efekt negativ rritja e çmimeve gjatë sezonit turistik të këtij viti? Administratori i qendrës së peshkimit në Radhim thotë se për shkak të çmimeve të larta dhe abuzimeve nga disa operatorë turistik apo biznese, pati një tkurrje të numrit të pushuesve të huaj gjatë këtij sezoni. Turisti që vjen, hap fjalën dhe edhe pse s'vin vetë ai si 10 të tjerë. Dhe këtë jam dakord me ty, ne kemi pas një tkurrje të numrit, por unë shikoj cilësinë, në personalen time shikoj më shumë cilësinë.